Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga unë Andi Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Sot e ditë e martë, dhe është në 9 dhjetor për vitin 2025 dhe me programin e mëngjesit dhe nga kjo moment deri në orën 9 me rubrikat e përditshme, patjetër dhe sparti kryesor të gazetave për sot, që përmbledhin zhvillimet kryesore të një dite më parë, mediat më rëndësishme online për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe nga bota, komunikimi së bashku nëpërmjet telefonatave apo edhe komunikimin në aplikacionin WhatsApp për temën e ditës e jo vetëm, parashikimi i modit, parashikimi i yjeve dhe bisedat që do të kemi pra në lidhje me temën që kemi përzgjedhur. Kështu që gjitha këto rubrika do të kenë mundësi që t'i ndajmë edhe mëngjesin e sotëm në Shtypi i ditës dhe ju. Përpara se të nisim pasurinë e shtypit me gazetën Panorama, shim pak shumë shkurtimisht pak nga ato zhvillime e ngjarjeve kryesore, çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës sotme. Gjatë ditës së sotme, KLP-ja, pra Këshilli i Lartë i Prokurorisë, do të mblidhet duke nisur nga ora 11 për zhvillimin e seancës ku do të votohet edhe drejtori i ri i BKH-s, Byros Kombëtare të Hetimit që njihet si FBI-ja shqiptare. Në krye të BKH-s më parë ka qenë Aida Hajnaj, e cila ushtroi detyrën nga viti 2020 deri në vitin 2025 deri në shtator të këtij viti. SPAK i ka propozuar KLP se emrin e Joni Ketës për të qenë pra në drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit. Në Komisionin e Ligjeve gjatë ditës sotme në ambientet e Kryesisë së Kuvendit do të shqyrtohen pra edhe firmat që kanë dhënë deputetët për 7 kandidat për avokatin e popullit dhe po ashtu do të diskutohet se cili do të jetë emri që do të kalojë për votim. Çështja e avokatit të popullit ka shkaktuar edhe debate mes mazhorancës dhe opozitës dhe ende nuk dihet formula apo cili është favoriti për të zgjedhur avokati i popullit dhe për të pasuar Erinda Ballancën. Gjykata e Tiranës pritet shpallë gjatë ditës së sotme për këtë të martë, datës 9 dhjetor, vendimin përfundimtar për autorin e dyshuar të vrasjes së të riut Martin Cani dhe plagosjen e bashkëmoshatarit të tij. Ngjarja kjo regjistruar në nëntor të vitit kaluar që solli edhe një sër reagimesh apo edhe deri tek vendimi për mbylljen e TikTokut, njërit prej rrjeteve sociale. Vlemër theksuar që organi i akuzës ka kërkuar një dënim të rënd për autorin e dyshuar të kësaj ngjarje që është një bashkëmoshatar i Martin Canit.